Vjosa Fest ka qenë festivali 3 ditor që është organizuar nëpërmjet fundjavën që sapo lan pas duke shënuar eventin e parë kulturor në këtë qytet. Në të 3 mbrëmjet e këtij festivali ndërkombëtar janë sjellë zëra e tinguj të veçantë duke i shndërruar mbrëmjet e përmetit në epiqendra të artit dhe emocioneve të veçanta. Muzikë nga skena ndërkombëtare dhe shqiptare u takuan në të 3 mbrëmjet në qytetin e përmetit. Në këto net u përjetuan emocione të veçanta nga emrat e dëgjuar të muzikës shqiptare, asaj kontemporane, folklorike dhe klasike. Ajo çka e bëri të veçantë një prej mbrëmjeve të këtij eventi që shënon edicionin e dytë ishte vlerësimi me titullin Qytetar nderi pas vdekjes për shkrimtarin e madh shqiptar Ismail Kadare. Ka qenë iniciativë e Këshillit Bashkiak të Përmetit që të vlerësoi Kadaren me këtë titull të lartë. Këshilli Bashkiak i Përmetit me vendimin numër 23 të aktetit 3/3/2023 i ka akorduar titullin Qytetar nderi i Përmetit Ismail Kadares, si që një lojë dhe respekti të tem për gjithçka që i dha kulturës shqiptare dhe identitetit tonë kombëtar. Sot sigurisht kemi emocion që përmes vajzës së tij t'ia vlerësojmë këtë vlerësim në qytetin tonë. E dashur Besiana, pranea juaj nëpërmet na nderon jo vetëm si bie e një prej figurave më të mëdha të kombit tonë, por dhe si çdo dinjitoz i Shqipërisë në arenën ndërkombëtare. Me përkushtim dhe punën tuaj si ambasadore e UNESCO-s, ju keni kontribuar në promovimin e kulturës. Përmeti është një qytet që njeh vlerën e kujtesës dhe të kulturës dhe ndoshta pikërisht për këtë arsye ky titull ka një domethënie të veçantë. Përmeti i Vjosës, i trëndafilave, i vlezërve Prashri, i sazeve dhe i ustar nga Berbariut, qyteti mikpritjes, i glikove, i kuzhinës së mrekullueshme dhe i dollive që zgjasin më shumë se darka vet. Kadaria lindi në Gjirokastër, por imagjinata e tij letrare u ushqye nga historia, mitet dhe zërat e gjithë Shqipërisë. Vjosa Fest ka mbledhur me qindra banor të Përmetit dhe zonës përreth, por edhe turistë të cilët kanë vlerësuar këtë aktivitet që vitalizon kulturën vendase, por dhe shton frekuencën turistike. Nga ana e tij, organizatori i Vjosa Fest, Bledi Mane, bën të ditur se Vjosa Fest tashmë po fiton mjaft popularitet tek banorët e Përmetit, aq shumë sa që kanë sfiduar edhe kushtet atmosferike në këto ditë, duke dalë dhe u shndërruar jo vetëm në spektator, por edhe pjesëmarrës në të. Edicioni 2 i festivalit ndërkombëtar Vjosart nis rrugëtimi nga Përmeti. Këtë vit kemi gati 200 artistë nga vende të ndryshme, natyrisht dhe artistë përmetar dhe shqiptar. Është një edicion special sepse i kushtohet mbrojtjes së mjedisit dhe ndërthurjes me artin dhe kulturën. Mysafir special të këtij edicioni, siç po e shikoni pas shpinës time, është grupi minor Shkodra Elektronike. Kemi pasur ekspozit pikture, kemi pasur skulpturë, kemi pasur folklor nga Përmeti, nga minoriteti grek i Tropullit. Do të vazhdojmë me muzikën klasike dhe kulmi ishte dhënia e Qytetar nderi, këtij titulli të lartë Ismail Kadares nga Bashkia e Përmetit. Vjosa Art është festivali i parë i këtij lloji që organizon edicionin e dytë këtë vit në qytetin e Përmetit.